Në zemër të krujës historike, aty ku tradita takon artin, punon prej vitesh, mjeshtri i njohur i gdhendjes së drurit, Aslan Lika, në këtë hapësirë të thjeshtë, ndërtingujt e daltave dhe aromën e drurit të freskët, lindin vepra që flasin, jo vetëm me formë, por me shpirt. Këtë vit, me rastin e 28 nëntorit, ai ka përgatitur një vepër të veçantë, një simbol tërësisht të gdhendur në dru, ku bashkëjetojnë 4 figura emblematike të historisë sonë kombëtare: Skënderbeu, Isa Boletini, Adem Jashari dhe Ismail Qemali. Origjina ime është nga fshatnet e Kurbinit. Jetoj në Kryj për afër 50 vjetësh. Mendova të bëj një emblem për atë zonën tim me qytetin e Laqit. Varet se sa kanë mundësinë ato, ose si sa i intereso, po ideja kjo ka qenë. Këtu simbolizohen 4 figurat emblematike të kombit shqiptar: Skënderbeu, Adem Jashari, Ismail Qemali dhe Is Boletini. Simboli kuptohet, shqiponja s'ka nevojë për komente. Këtu është emituar në formë e librit, janë 40 filmëtarët e pavarësisë. Ideja ishte kam bërë disa, kam qëllim qytete të tjera, por kjo ngeli si pishman për ta quke vendlinja me pasi kujtim. Me rastin e 113 vjetorit të ngritjes së flamurit, Aslani ka vendosur këtë simbol ta çojë në Kurbin vendlindjen e tij, një kthim simbolik, një falënderim i eshtur për tokën që e rriti dhe i dha rënj. Vepra do t'i dorëzohet kryetarit së Bashkisë së Kurbinit zonjë Ismailinda Cara si një dhuratë për qytetin dhe si pjesë e kujtesës kulturore që lidh brezat me historinë. Në këtë profesionin tonë do një muj kohë, angazhim. Kuptohet se nuk punohet non-stop, po kjo është punë arti. Mund të punosh 2 orë, mund të punosh 5, mund të punosh, varet se si ke gjendja shpirtërore kur e punon, po rreth i muj. Po. Konkretisht, çfarë momentesh punë ke kryen te? Sa punë nga shënë? A shkëndoni? Janë bërë 4 figurat. Ky bazamenti fillimisht, ky tabloja me fjalë, janë bërë 4 figurat veç të kësaj, portretet, 4 portretet e si që ha, është bërë shqiponja dhe janë shkryte emnat, mos e s'ka, simbolizu forme. E tëra punim druri? Të gjitha është punim druri me dorë. Sa vështirë është punë? Po unë të shi, ka i parkohet të gjatë që merre me këtë profesion. Dikush që nuk e njeh si profesion, e ti duket diçka e parritshme. Kjo vetëm se do dërim shumë, do dërim të jashtëzakonshëm. Aslan Lika nuk është i panjohur në botën e artit popullor. Ai ka marrë pjesë në 10 aktivitete artistike, ekspozita, si dhe prezantime brenda dhe jashtë vendit. Punimet e tij njihen për saktësinë, për kushtimin dhe aftësinë për të sjellë në jetë figurat që shqiptarët i mbajnë në zemër. Unë kam bërë paktën të 20 vitet e funit që merrem me këtë profesion, mund të kem bërë mbi 3000 artikuj. Privat, me porosi, pa porosi, kryesisht kam qenë punime në Prekaz, në Gjakov, Deqan, në Klient Begut kam lënë punime. Dhe Tiranë disa, ka të qenë porosit me gjëna familjare. Në duart e tij druri shndërrohet në histori të gdhendur, në secilin detaj fshihet një frymë kombëtare, një dashuri e thellë për atë dheun dhe një dëshirë e sinqertë që historia të mos harrohet kur. Ky është mesi nëntorit, muaji i flamurit, dhe mjeshtri Aslan Lika sjell një kujtesë të çmuar se arti nuk është vetëm bukuri, por dhe amanet i historisë sonë kombëtare.